se vini në vlogmasin numër 22. E di, do thoni kështu ishte edhe në vlogmasin numër 21. Normal, se është një ditë, jemi në darkë, është ora diku tek 6:30-7. Dhe unë jam këtu në shtëpinë time, sapo kam gatuar, kam bërë darkën, Amarilë të po han darkë, Arlin e zrui gjumi që kur po ktheshim nga Iperi, e zrui gjumin në makinë, i kemi blerë dhe një lodër, pastaj kur të zgjojë do ta hapim, do ta montojmë të gjithë së bashku. Dhe Amarili si po vizaton në dhomën e vet. Thash okej, le të hapim edhe vlogmasin numër 22. Goca jemi drejt fundit dhe me thënë drejtën do më mungojnë, por edhe jam e lumtur sepse do kem më shumë kohë për veten edhe desha ta theksoja edhe këtu tek vlogmas, që kushdo që ta shikojnë gjitha ju gocat e mia, klientet e mia, që gjatë gjithë kësaj periudhe, nëse ju duhet një diçka, ju lutem më kontaktoni, më shkruani, sepse unë do mbyllem si biznes për punën e festave, por që mund të shkruani, mund të kontaktojmë edhe mund të më konfirmoni pagesat edhe porosit e juaja. Por që nga data 5 janar e tutje mund të bëhen dërgesat. Okej, që kështu mund të flasim, mund të ju tregoj edhe se çfarë produkte të reja kam dëshirë që të nxjerr. Edhe kështu, po plot gjëra të reja kam për të nxjerr, kemi për pasur kombinime setesh shumë të bukura, amballazhet kam dëshirë t'i ndryshoj, sepse aparenca e produktit e syrit kur shikon është bukur, edhe këto janë disa nga dëshirat e mia, synimet e mia, por që ja thjesht në përpunime sipër, nuk e di akoma se çfarë do bëjmë qysh apo tek, sepse do flasim më gjëre gjatë edhe do vendosim pasi Amari do të jetë në shtëpi që kur të marrin edhe ai pushimet e vitit të ri. Siç e thash, mund të kemi dhe ndonjë udhëtim të shkurtër të vogël familjar, 1 dytor, 2 dytor, dhe gjithmonë do marrim me vete, por siç e kam thënë dhe po ja u risem që dita e fundit që do jetë vlogmas është data 25 dhe unë mendoj se do jetë vlogmas i fundit dhe video e fundit për vitin 2025, mendoj, por nuk e garantoj. Pastaj djeri do shifim në vitin 2026. Normalisht që mund të më shkruani, mund të më telefononi, për mua është vetë se kënaqësi, se dhe unë do ndjej mungesën tuaj, që kështu pa merak do rrim kontakt, mund të më shkruani, mund të flasim pa merak. Gjë tjetër, çfarë desha të thosha, kisha dëshirë të provoja një set që kisha menduar ta merja me vete, nëse do bëjmë këtë mini udhëtimin, nëse se do ta bëjmë goca. Nuk është vendosur asnjë gjë dhe unë nuk e di do bëhet apo jo. Thjesht është hec një mendim, një ide mbase. Edhe tash ta provoja si do mrinte, se kam shumë kohë që e kam bler. E kam bler diku tek nga ky behari apo behari i parë, nuk e mbaj mend, edhe thash ta vish një herë, ta provoj një herë si do dukeshe dhe t'ja tregoj edhe ju. Edhe sot më pëlqen shumë vetja. Kam bënë edhe kështu xixa, ndezëm çik dritën këtu lart. Edhe i lidha flokët sot. Ka lezet robi, shiko? Tak. Vetëm se kur i lidh flokët, Arli ka qef të lozin me këtë kështu dhe sot shoqërdori nuk ka lozur dhe Arli më ka bërë disa foto sot. Kur kemi qenë në Ipër, sa Amarili dhe Amarili si shkuan tek një vend për të lozur, kështu i thash Arlit, bëj një foto mamit. O sot lot dhe njerëzit që më shikonin që Arli i bot këllkac, duke më bërë foto mua mu qeshte dhe kanë dalë disa foto spontane, të lezetshme, por nëse doni të shikoni, shkoni më ndiqni në Instagram ose në TikTok. Por mbi gjitha në Instagram aty do jem më aktive në këtë periudhë, që kështu më ndiqni në gjitha rrjetet e mia sociale me emrin Ageta Amarildo, që mos të mbisni asnjë gjë. Edhe do ketë plot gjëra të bukura, plot gjëra të reja. Nuk e di sa po kam hedhë dhe vlogmasin të 21. Është shumë e bukur, është një fragment me prindet e mi që i marr disim për t'i kështu, pa e planifikuar, ishte thjesht një diçka e momentit. Nesër kemi për të bërë thonjë unçkat. Dje po i thosha Amarildës do bëj qurpikët, por është vërtet një harxhim lek kot. Pse do thonë ju? Thonë qurpikët i kam shumë gjatë njerëz, shumë gjatë. Thjesht
portoj t'i lyej, se më pëlqen ajo rehatliku që më lejon në fytyra ime, që s'më vjen as lyej më sistemohen, por ama ka leset ropi njerë në kaq. Lyet sistemohet, rregullohet, si thoni ju. Pastaj edhe desha të falenderoj për zemërsisht të gjitha vajzat që më kanë dhuruar qoftë edhe një fjalë të mirë, por mbi gjitha ato që kanë mbushur kartonat, kanë harxuar kohën e tyre, mendimin e bukur edhe shumë dhurata për fëmijët e mi, për mua, për prindrit e mi, për burrin tim. Shumë faleminderit, Zoti ja u ktheft në shëndet. Patshim e dhënçim në këtë jetë. Të jesh dhe më mirë, mbase nuk ta vlerësojnë të gjithë, mbase nuk ta marrin dëmjërshëm, po ta marrin dobësi. Kjo do thotë që problemi ndodh për këto persona dhe jo ndër ju. Ju vazhdoni të jeni të mirë, vazhdoni të bëni mirë, një versionin më mirë i vetes tuaj, se ka Zot që gjykon edhe jep gjithsecilit ato që meriton. Prandaj bëhuni të fortë, bëni festa sa më të bukura. Mos të dorëzoni, rrini në pranin e familjes tuaj, edhe zgjidhni shoqërinë që doni të kaloni. Këtë e kam bërë vajza ime Marilis, dhe e kam bërë shumë bukur. Bravo mami ime. Edhe Amit ja kam lyer sykat me dita sot kur vajtëm atje. Ne kemi marrë dhe një parfum. Kemi marrë një parfum sa Marilis ju fiksua. Edhe Amarildo që i thoshte kemi mami në shtëpi që na i bën parfumet, dhe Amarilisi duke qenë se është në një moshë ku shikon se çfarë i blejnë shoqet, doj që ta blejnë Amarilisi, por nuk ishte i keq si arom, thjesht kushtonte shumë. Sa kushton? 30 euro. Cos'è 30 euro? 30 euro. Quella roba lì, non è vero, 30 Ah, euro. sì, sì. Dhe i mojmë dhe i lodër Arlit, që si që thash që sa po të zjot Arlit, do ta ndërtojmë së bashku me Arlit. E io non vedo l'ora. Edhe, po, ndërkohë po i bëj pak Arlit spinach me oriz, Edhe unë dua. Okej. Edhe kështu po të thamë. Faleminderit shumë. Te Terezi, Te Terezi. Që na tile këto kapsa se. që na solle, jo sille, që na solle. E bukur ime. Amarilisi ka veshur trikën time, guys. Shika. Edhe kështu, guysat e mi, ne di të provoj ato që ju thash, edhe do vi. Edhe ma votoni çik këtë make-up. Kjo bluza kafe një dashuri, unë jam dashuruar. Edhe mua më pëlqen kjo bluza. Nesër më ka rënë se neve nesër do ikim bërë në thojtë, Si. Ok. No comment. do ikim bërë në thojtë. Sa të ndrojnë dhe t'ja të regoj. Kush mu zgjua mua? Kush mu zgjua mua? Kush mu zgjua? Sì, piano, se vi rompete questo. Do vim babo t'ja u montoj. Se non conosco. U gjuma si mames. Ami tani gira quello e guarda come si fa. Cosa? Gira quello il cartone. E guarda come si fa. Lo facciamo subito, guarda. 2 ore per montarlo. Sta roba, fermati. Come si monta? Këtu kemi dhe lojën e Tetarezit. Ja goca se si duket. Duket kështu. Është kështu duket goca, është shumë e bukur. Më pëlqen shumë, ledim dhe këta. Shkëlqen e gjitha. Edhe të zgjosh në mëngjes, të bësh mëngjesin, tek ai vendi që kemi dëshirë të shkojmë. Edhe ma tani një qik si ju duket, më pëlqen shumë. E kisha bler në periudhën që
Mendoj se ka lindur Arli, por më pas nuk e vendosa më, nuk e kisha veshur më kur. Mund ta kem vesh një herë ose dy herë, edhe është shumë e bukur, pasi është me kanatier, dhe ka sipër këtu, por se ka shumë të gjallë, dhe me pantallona është tani dua t'ja u tregoj. Atëherë, janë me pantallon, si që shikoni, edhe këtu vinë me dantel, dhe është shumë bukur. Super, dhe kjo si shtash nuk është shumë e gjatë, e lidh këtu, dhe duhet shumë cute. Kështu. Dhe mendoj se videot, vlogun, fotot që të bëjmë, do jenë shumë bukur. Nuk e di nëse do blej ose do marr ndonjë pijama tjetër, por kjo është ideja. Ja, ja tregova edhe këtë. Nesër tani është dilema si do bëj thonjt. Si do bëj unë thonjt nesër. Si. Ika tani të rri pak me familjen time, se si që pat Arli u zgjua dhe po i ndërtojnë. Edhe të jap edhe darkë, pak i skuqja pak mi shpule fëmijëve, tani po e hajnë. Edhe kështu. Diku këtu ju them natën e mirë, në shifemi. Letër. Pastaj të shikojmë një çabete në fshati. Qa ben ju tre? E ndërtuam fshati. Sa bukur o Arli, dinozaurët ku janë? Qa bejnë aty ata? Për mendimin tim ato baterit nuk bëjnë mirë. Unë dhe Arli po lozim me dinozauri. Hej miq, mirë mëngjes, nga e hëna, një javë mbarë dhe mirë se vini në vlogmasin numër 22, po, 22. Edhe shumë pak edhe mbarojnë. Si jeni, si u gdhivet sot, unë ju uroj një ditë dhe një javë, fillim jave të mrekullueshme, duke qenë se kjo java është plot me festa, është Vigjilia di Natale, do merrni shumë lodra dhe shpresoj shumë që çdo fëmijë në mban botës të gëzohet disi me një lodër dhe mbi gjitha u mbush shtëpia plot me njerëzit e zemrës juaj. Edhe këtu kemi Spidermanin tim të Doden, që e ka mami vjet. Edhe tani do hajmë një xexh. Mami ka bërë kafe, ka bërë një dy punë. Edhe baba gjyshi. Po. Do vim për vaj gjyshi. Në modën alla italiançe do vinë 25, kurse në modën alla shqiptarçe vinë 31 baba gjyshi. Hajde pra, qëndro me një vend këtu. Edhe tani do hajnë që një dzecë se do rrite, do bëhet muskolozo. Okej? Muskolozo të me ullë. Ko me ullkë. Morë dëshëm. Ha një vezë të shpia bimbi që të bëheni si ullkë. Poj, të rëgoj që i gajzve lodrat, qa, disa dinozaurët, të bëjnë a mizete. Ja, dinozaurë. E të rëgove? Edhe tjerat, të rëgoj dhe tjerat, të voglat. Të voglat. Okej, neve tani do hajmë një zezë, do i qurojmë me birin.
Edhe I kem hedhur që krip këtu, se është më mirë veza kur bëhet me krip. Shifemi në vazhdim. Sot kemi për diku të bërë dhe thonjt. Dhe goca, jemi këtu, është ora diku tek 12 pa qerek. Unë po gatuaj, kemi vënë për të gatuar aty makarona. Edhe po presim që ta vinë burri. Arli është tu, që thotë mami unë doa pici. Edhe po presim që të vinë pjesëtarët e tjerë të familjes, dhe të ulemi, dhe të hamë, edhe kështu. Kush është ky çuni këtu? Kush është ky çuni këtu? Ali. Ali. Kush të katu? Po pse I bësh ti si zhero? Do lajmi çik sot neve daci. Jo. Do lajmi neve. Qysh lahet Arli? Ku lahet Arli? Lira. Dove? Dove? Hej goca, jemi diku te këtu që shora 5, te një qerek, dhe unë jam duke lozur me Arlin, edhe Amarilje si që shikon film, edhe po presim Amarildon që të vinë, se unë do I të shkoj të bëj thonjë. Hi guys! Sot erdhi dita, po. Do ikim të bëjmë thonjë. Tani sa po nisemi, tani sa erdhi babi. Pastaj do ikim në supermarket, mami. Ciao! Shifemi kur tekim atje. Kush ka ardhur dhe kjo cop video, të komentojnë një zemër të bardhë dhe pasaj bëni subscribe, like dhe ndizni zilën që kështu kur bëjmë një video një gjë ju vinë notifika. Po ikim të bëjmë thonjë goca, por si që pa ta thënë dhe tek një copës më përpara kam thënë se kam të thënë nuk e di s'mbaj mend, por që juve rezultatin do ta shikoni nesër që kështu t'ju tregojmë çik pak pamjen se si është këtu për zbukurimet dhe shifemi nesër. Ja dhe se si e kanë zbukuruar dhe neve po ikim. No ma mirë komando. Si ka hangër, jo. Bëjmë qik, erdhëm tek estetisja. Mirë, ti? Sot çfarë do bësh ti? Io lo voglio qua. No, guarda, è vero, vero? Era bello, eh? Oh my god! Era bello? L'hai baciato tu, mica io! Era bello.